Asnjë analist politike shqiptare sot nuk ka kuptim parolin e SPAK-ut dhe drejtësisë së re. Këtu është qarë për herë të parë një pjesë e murit të përprekshmërisë. Hetimet, arrestimet dhe dosjet ndaj figurave të fuqishme kanë ndryshuar klimën politike, jo sepse sistemi është pastruar, por sepse elita politike e di se nuk është më krejt e sigurt. Megjithatë, edhe këtu ka vend për realizëm. Drejtësia nuk mund të shndërrohet në alibi për politikën dhe politika nuk mund të fshihet pas drejtësisë për të larduar nga përgjegjësia. Ka një tundim të fortë në të dy krahët kur goditet kundërshtari, drejtësia shpallet heroike, kur afron te vetja shpallet e kapur. Ky standard i dyfisht është pjesë e sëmundjes son politike, kryesisht e theksuar nga opozita, e cila në vend që të kapitalizonte punën dhe rezultatet e SPAK-ut, është vënë përballë duke akuzuar dhe si grup të strukturuar kriminal. Po këto grupet e drogës, krimit, pastrimit të parave, zyrtarët e korruptuar, kush i ka vënë përpara drejtësisë? Për qytetarin prova nuk është spektakli prangave. Prova është nëse hetimi prek zinxhirin e përgjegjësisë dhe nëse korrupsioni ndëshkohet për te emrit të radhës. Shkon te pasuritë dhe punës i futet me themel. Incenatori që nuk ekziston dhe krimet e gjobvënia në media si pjesë e përgjegjshmërisë së SPAK-ut për hetimin e korrupsionit dhe shtrëngimin për dhënie pasurie, apo komplekset e SPAK-ut me pronar të korruptuar mediash, përfitues nga aferat e korrupsionit, janë problem që duhen adresuar. Ndryshe kemi vetëm episode por jo reformim të kulturës së pandëshkueshmërisë dhe të barazisë përpara ligjit.